Kjo që do të them unë, mbase do të duket pak kështu, por është përgjigje edhe për këto 3-4 pyetje që bët një herë juve. Shikojeni ministrin e mbrojtjes të Kosovë. Para atij ishte Armend Mehaj. Kurti e largoi Mehaj dhe çoi atje Ejup Makedonsin. Ejup Makedonsi është studenti i Akademisë Ushtarake Amerikane. I diplomuar dhe i kualifikuar atje në niveli më të lartë dhe me rezultate të jashtëzakonshme. Njeri me vizion. Njeri që e ka dhënë atë kartonin e besimit atij ku duhet. Dhe ai sot është në mes të shërbitjes Defense 2025 atje. Sot ishte një publikim në rrjetet sociale ku Albin Kurti kishte dalë, kryeministri i Kosovës, kishte dalë midis dy generalëve shqiptar. Bashkimi i Asharit, shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë të Kosovës, edhe general Arben Kingit, shefi i shtabit përgjithshëm, një foto që fliste sa 1000 fjalë dhe s'kish nevojë për komente. Ata duhet jemi ne. Për krahasim të solla Ejup Makedonsi në Prishtinë, për ta krahasuar me ministrin e mbrojtjes këtu, në Tiranë. Unë jam ushtarak me një karrierë, do thënë, shumë të fortë. Kam plot kolegë të mi që sot janë në pension dhe që merakosen dhe e shikojnë me shumë ashtu çështjen e sigurisë, dhe them, si ka mundësi, ç'është ky ministër mbrojtje? Një emigrant, një minoritar, një njeri që nuk ka arsimin e dur për të drejtuar çështjet e sigurisë dhe për ashtu. Përse? Urdhëro, krahasoi Ejup Makedonsin, një ushtarak brillant, i shkëlqyer, i Akademisë Amerikane, që e ka kokën në Pentagon, që i hapen dyer dhe pritet në Pentagon, që pritet në Departamentin e Shtetit, që pritet nga funksionarë, edhe tani flasim bashkë. Krahasoj me figurat tona që kemi në krye të mbrojtjes këtu. Përse i kemi ne këto gjëra? Po pse? I munguan, ja u bëra krahasimi për të thënë që i vetmi aleat strategjik i kombit shqiptar dhe i shteteve shqiptare janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë e them pa lëkundje. A kuptoni juve se vërtet Shqipëria kur u pranua në NATO i kishte plotësuar standardet për të pranuar në NATO? Po këtë kush do e di? Po ne u pranuam në NATO sepse donte Amerika, doni Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe vërtet u pranuam në NATO dhe u bë gjë shumë e mirë që u pranuam në NATO. Po a e dini juve që standardet e NATO-s janë shumë herë më të larta se standardet që duhet pranohesh në Bashkimin Evropian? Si ka mundësi që ne pranohemi në NATO dhe nuk plotësohemi standardet për të bashkuar, për të pranuar në Bashkimin Evropian? Shqipëria nuk futet në Bashkimin Evropian se do kryeministra Meloni apo do presidenti Francës Macron. Se nuk është dakord kancelari gjerman, bie fjala. Nuk është dakord një shtet tjetër që ka drejt në vetos. Po Shqipëria nuk do futet në Bashkimin Evropian, përderisa nuk do t'jepet drita jeshile nga Pentagoni dhe Departamenti i Shtetit. Dhe të mos i shikojmë gjërat që hidhen në rrjetet sociale, aludohet, shpifet, dezinformohet për gjoja ndryshimet esenciale në politikën amerikane në çështjet e sigurisë. Jo. Sa nuk u çan në rrjetet sociale duke thënë që do iki Kfori nga Kosova, do hiqet Bonstilli nga Kosova, jo vetëm që ato nuk lëvizën, por u quan elemente të tjerë për t'i treguar Beogradit dhe Rusisë atje dhe Europës që këtu jam unë dhe askush tjetër. E kuptojmë nëse çfarë ndodh. Sido që të jetë në politikat dhe diplomacitë e shtetit amerikan, hidhen gjërat sepse janë interesa geostrategjike shumë të mëdha që lidhen me rajonin dhe me botën, janë globale. Por ajo që është kryesore është që politikat e sigurisë të interesave geostrategjike janë në dorë të Pentagonit dhe të Shërbimit Marinës. Çfarë vendime merren atje dhe çfarë qëndrimi mbahet atje, ajo më duhet mua të shikoj dhe të lexoj. I nderuar. Pra, nga pyetja që bët ju, aleati jon strategjik i shtetit shqiptar dhe i kombit shqiptar janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ne duhet kemi bindje që për sa kohë interesat e tyre do të ecin paralel dhe me interesat tona, pra interesat tona do të ecin paralel me interesat e tyre, ne do të jemi në rrugë të drejtë.
Për sa kohë ne do të devijojmë nga ky paralelizëm interesash, ne mund të hamë edhe goditje. Dhe kjo nuk është e mirë. Po sikur nesër NATO të shpërbëhet. Dhe Europa të mbështetet në atë të ashtu quajturën forcë europiane të mbrojtjes që përpiqet ta krijojë. Ku do jemi ne? Ku? Kush do më jap përgjigje? Ky ministër mbrojtje që është kryeministri? Ai shefi i opozicës atij apo ndonjë deputet? Kush do më jap përgjigje mua, qytetari thjesht? Çfarë do bëhet? Ti këtu, kur ke qenë në 78-ën, ke qenë i deklaruar superfuqi ushtarake e Ballkanit në 78-ën. Vetëm mjetet të blinduara dhe tanke ke pasur 1340. Sa ke sot? Sa ka Greqia sot? Sa ka Maqedonia atje, kush është Maqedonia? Po Serbia sipër, që ka mbi 240 tanke.